Të nderuar xhamatli, jemi duke e shpjeguar një sure prej sureve të Zotit te bareke ve teala, e cila në mushaf është radhitur surja 97, e cila vjen më një herë në radhitje pas surës të parë e cila i ka zbrit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe është lexon me emrin e Zotit tënd i cili ka krijuar. Dhe përmendëm nga porositë, edhe pse kjo porosi është shumë e madhe, nuk ka mundësi me e ngjesh në këtë hutbe as në ders, por se shkurtimisht që ta përmendim dhe ta freskojmë trurin tonë me këtë lajm, ardhja në rënditje e surës Qadr, nata e Qadrit, inna anzalnahu fi lejletil Qadr, ne e kemi zbritur Kur'anin në natën e Qadrit, me njëherë pas surës parë e cile ka zbrit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Mesazhi më i madh i kësaj radhitje, cila është se në këtë radhitje Allahu xhelle xhelalu i thot Muhamedit alayhi salatu wassalam, kur ta kemi thënë s'pari herë lexo në shpellë, as ti as të tjerët s'kan mujt me ditë ku shkon kjo punë, ku përfundon kjo punë, a bëhet tamam kjo punë, a plotësohet. Por për ta dhënë isharetin Allahu xhallahu ala tek njerëzit, të sa të kanë dëgjuar këtë Kur'an kur ju ka zbrit se kjo punë është e kryer, Allahu e ka zbrit në Mekë një sure, inna anzalnahu fi lejletil Qadr, ne e kena zbrit tër Kur'anin natën e Qadrit. Edhe pse nuk kishte zbrit këtë Kur'ani, por në ilmin e Allahut, në dijen e Zotit ka qenë zbritur e tëra. Andaj Allahu te bareke ve teala në këtë sure çfarë na tregon? Se kur ka nis shpallja e Kur'anit, Allahu i ka zbrit Muhamedit alayhi salatu wassalam, sa i përket ku shkon kjo punë, është e jonja. Ti as se ke ditë se ka me shpall, as se ditë se vina na me Xhibrailin, as se ke ditë çka kena me shpall. Andaj ti rri rahat, ti vetëm zbatoj urdhat ton. Andaj Zoti jon te bareke ve teala radhiti në këtë sure, në këtë radhitje pas surës Al-Alaq, vetëm për na tregue se Allahu xhelle xhelaluhu i paraprin çështjeve me ilmin e tina. E neve çka na ngelet bindja. Pas e thot Allahu te bareke ve teala, wa ma adraka ma lejletul Qadr, çka e di ti çka është nata e Qadrit? Në natën e Qadrit ka më ndryshuar njerëzimi, në natën e Qadrit ka më ardhur Kur'ani, në natën e Qadrit ka zbrit ki Kur'an i cili Kur'an ka prun xhumë, i cili Kur'an të vjen në xhami, i cili Kur'an e ka thirrë zanin, i cili Kur'an e vjen Ramazanin, i cili Kur'an e ka sjell vajib haxhin, i cili Kur'an e ka prun moralin, i cili Kur'an ta ka rujt familjen, i cili Kur'an na ka bën njerëz dhe na ka dallu pi kafshëve. Ky është Kur'ani. Wa ma adrak, thot Allahu ja, sa e di ti, ku mundesh me ditë sa është i madh ky Kur'an? Pas e ka thon lejletul Qadri khairu min alf shahr. Nata e Qadrit është më e khairit, më me bollok, më e mirë se sa 1000 muaj, apo pafund muaj. Pafund muaj. Pastaj fund Allahu xhelalu thot tanazzalu. Në këtë natë zbresin me laçe. Numrin e të nuk e din veç Allahu xhelalu xhelalu. Wa ruh, dhe shpirti. Kush është shpirti? Xhibrili alayhi salatu wassalam. Me çka zbresin? Bi idhni rabbihim. Zbresin me leje, me izën Zotit vet. Me laçe pafund. Dhe se të kanë na për transmetime se e mbulojnë qiellin e parë kësaj dunjaje, kur zbret Kur'ani Allahu te bareke ve teala, pra e përcjellin fjalën e Allahu xhelle xhelalu me respektin dhe adhurimin më të madh ndaj Zotit te bareke ve teala, se është zbrit fjala e Allahu xhelle xhelalu. Çka ndodh aty? Min kulli amr. E zbresin çdo urdhër të Allahu xhelle wala, sheriatik edhe universik. Pra Allahu xhela i garkon me laçet e tij. Xhibrili i thot shko dërgoja Muhamedit sa më këtë lajm, ndërsa me laçeve të tjera ja u jep urdhat çka ka mendon me robrit e tij. Filani mban e pasunik, filani mban e fukara, filani jep janë ideal, filani jep janë vajz, filani trashëgoje, filani mos trashëgo. Kto kanë ardhur në shpjegime. Pra zbresin me laçet dhe i taktojnë ato çka ju jep urdhër Allahu te bareke ve teala. Dhe në fund thot Allahu xhelalu ala, selamun hiya hatta matla'il fajr. Kjo natë është selam, nga e cila fjalë neve kemi përshëndetjen, me të cilën fjalë hinë xhennet Allahu na bof fitene. Cila është ajo? Kur të hinë me laçet në xhennet, çka ju thonë me laçet? Kur të hinë njerëzit në xhennet, çka ju thonë me laçet? Selamun aleikum. Dikush e keni pasot? Mirdita thot. Mirëmëngjes. Thot selami akon për moti. Apo dhe ndin bezdi dhe në veri.
Dhe dhëtë na e kena të njatjeta. Ne e kemi selamu alejkum. Ne e dojmë përshëndetjen e Zotit Gjelle Gjelalu, jo përshëndetjen e si cëlit. Na nuk e dojmë veç mëngjesi mu ka një mirë. Na dojna edhe mëngjesi, edhe mbrëmje, edhe mesdita, edhe paradita, edhe gjitha momentet mi pas në raport mirë me Zotin ton te bareke ve teala. Banorët e xhennetit ku din xhennet, ju thojnë me laçet selamun aleikum. Tibtum. Selami i Zotit qoftë për juve. Keni qenë të mirë në këtë dunja, bojrëm urdhoni me një xhennet. Dhe jo veç kaq. Zoti Gjelle Gjelalu masi ti marrin vendet e tëre xhenetlit, Allahu na bëf pyetëna. Kur ti marrin vendet xhenetlit si cëllin shpinë vet, Allahu Gjelle Gjelaluhu ju i përshëndet me selam. Allahu Gjelle Gjelaluhu i përshëndet me selam. Selami jem qof mbi juve. Kur s'keni mu mjeru mo, kur s'keni mu mërzit mo, kur s'keni me pa më fatkeci. Qka dhe Allahu Gjelle Vala? Filët e këti selami, për me mëritet dhe aj selam, duhet me njës me Kur'an. Selamun hi hatta matla il fajr. Kur e kemi zbit Kur'anin, e kemi zbit me selam. Ki Kur'an ka ardhur për të me ju siguru njerëzve qetësi. Ki Kur'an ka ardhur me ju siguru njerëzve mirëqenjen më të madhe shpirtërore dhe fizike. Edhe pse të tjerët mundohen me përshkruajnë ndryshe, sepse njerëzit e përshkruajnë tjetrin ata çka e gjejnë tek vetja. Njerëzit e përshkruajnë tjetrin ata çka e gjejnë tek vetja. Kriminalit Islami i do këtë krim, sepse ja pasqyron krimin. I thot ti i kriminal. Korruptumit i thot ti i korruptum, i thot Islamit ti i korruptum. Hajdutit Islami i thot hajdut, e hajdutit i thot Islamit hajdut. Pse? Sepse janë nxjerrën pah vetveten. Ndërsa besimtari i thot ti e besimtar. E besimtari e do fejnë e Zotit Gjelle Gjelalu. Pse e do? Se e përshkruan të mirë. Andaj thot Allahu Gjela, ky Kur'an ka nis me selam. Dhe çdo natë të kadrit ne e bojmë selam. Dhe çdo kush i cili punon me librin Allahu Gjellewala, i siguron Allahu Gjellewala selam. Çka do më thonë selam? Dietar kanë thonë selam do më thonë me pas çdo sen çka duhet, duke mos me të pengu asnjë sen çka ka mundësi me të pengue. Edhe një herë, selam çka do më thonë? Çka i themi neve selamet? Çka do më thonë selamet? Krejt çka duhen mi pas, e ke çka të pengojnë mos mi pas. Që sot si kiq ato. Ti mundesh me pas pare, po dikush të ka xhelozi. Ti mundesh me pas shtëpi, po ja rupi hajdutit. Ti mundesh me pas shumë sene, po ruhesh pi njerëzve, ruhesh pi tove ndoshta nga e keqja që mundet me ta ndodh. Allahu ja thot, kush punon me Kur'an, ne e ruajna. Selamun hiya hatta matla il fajr. Selam ka zbrit ky Kur'an, edhe pse në natën e Kadrit ka më shumë selam, më shumë paqe, mirë po ai i cili punon me librin e Allahut te bareke ve teala nuk ka dyshim, pa asnjë modishje se Zoti xhellahu ala e ruan. Jarun pasurinë e tina, jarun e vlatë e tina, jarun shpirtin e tina, jarun mendjen e tina, dhe siguron Allahu Gjelluala për në akhirat. Kjo është shkurtimisht shpjegimi i surës El Qadr. Në elusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu Gjelluala na mundson me kuptu këtë libër e me punu këtë libër. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti jon Gjelle Gjelaluhu na ruan nga gjunat, na ruan nga mëkatet, na i fal ato. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti jon Gjelle Gjelaluhu na ruan nga sëmundjet që janë përhapur. Elusmi Allahun te bareke ve teala që me ardhen e këtij nxehti Allahu Gjelle Gjelat na mundson mu përkujtue nga nxehti i xhenemit dhe Allahu te bareke ve na mundson me shtu adhurimin ton dhe mos ta shtojnë devijimin ton. E kemi përmendur në disa prej ligjëratave dhe në disa prej porosive se vera në përshkrimin e Kur'anit dhe në përshkrimin e pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam nuk vjen për me u çorodit, po vjen për me na drejtue. Andaj na lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu zemrat tona Allahu ti drejton. Allahu te bareke ve teala lutem Allahun që zemrat tona me iman ti plotson.